Afro 4.400 fermer nga qarku i Shkodrës kanë aplikuar për t'u përfshirë në skemat mbështetëse të qeverisë për bujqësinë dhe blegtorinë. Proces ky që është mbyllur më 30 maj. Sipas specialistëve pranë Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor në Shkodër, numri i aplikuesve për këtë vit është i përafërt me atë të viteve të mëparshme. Ata fermerë që kanë aplikuar vitin e kaluar kanë aplikuar këtë vit sepse e shohin benefitin. Ja vlen të aplikojnë, ja vlen të marrin atë mbështetje që qeveria shqiptare i jep bujkut fermerit. Në përgjithësi kanë aplikuar ata që përfitojnë edhe që plotësojnë dokumentacionin. Në total qarku i Shkodrës ka të regjistruar rreth 19.000 fermer, por pjesa më e madhe e tyre nuk arrin të përfitojnë nga këto skema për shkak të mungesës së dokumentacionit të pronësisë mbi tokën bujqësore ose për mos plotësimin e kritereve në blegtori, siç është numri minimal i krerëve. Specialistët theksojnë se një zgjidhje do të ishte grupimi i fermerëve, por shumica atyre nuk shfaqin interes për organizime të tilla. Pak interes kanë fermerët. U një mungon besimi, nuk e kuptojmë ata që nga bashkimi ka shumë benefite, ka shumë të ardhurna, jo vetëm nga mbështetja për bujqësinë, por që bashkimi ndikon shumë edhe në kontraktimin e shitjes prodhimeve. Ndikon shumë edhe në mbështetje të tjera të bujqësisë, edhe me grande nga fondacione të tjera. Shumica e aplikimeve nga fermerët e qarkut të Shkodrës për subvencionet e këtij viti janë bërë për skemën mbështetëse për naftën, ku kanë aplikuar mbi 3.000 fermerë, ndërkohë në skemat për blegtorinë dhe bletarinë janë bërë mbi 700 aplikime, ndërsa për kultivimin e bimëve medicinale kanë aplikuar mbi 600 fermerë.